Protesta e thirrur para kuvendit është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë pak para nisjes së seancës plenare. Situata u përshkallëzua pasi protestuesit tentuan të çajnë kordonin e sigurisë, duke sjellë konfrontime fizike me efektivët e rendit. Nën thirrjet kundër qeverisë, protestuesit vijuan revoltën e tyre, ndërsa policia ndërhyri duke përdorur spraj lotësjellës për të shpërndarë turmën. Si pasojë e përplasjeve, disa protestues pësuan probleme shëndetësore, ndërsa mbetën të lënduar edhe disa punonjës policie gjatë konfrontimit fizik me turmën. Zona përreth kuvendit vijoi të jetë e rrethuar nga forca të shumta policie, të vendosura në gatishmëri për të monitoruar zhvillimet gjatë seancës. Për shkak të situatës së krijuar, grupet parlamentare kanë udhëzuar deputetët që të paraqiten më herët në ambientet e kuvendit. Ndërkohë Partia Demokratike ka bojkotuar seancën plenare, duke deklaruar se në këtë moment duhet të dëgjohen kërkesat e qytetarëve. Kryeministri Edi Rama nuk ishte i pranishëm në seancë, pasi sipas agjendës zyrtare mori pjesë në një aktivitet për startupet. Kurse deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali ka bërë thirrje që kuvendi të fokusohet te problemet e qytetarëve dhe jo tek përplasjet politike apo protestuesit. Ne kemi punën tonë në kuvend, në seancë, edhe ne në seancë duhet të reflektojmë, të dëgjojmë edhe të ofrojmë edhe zgjidhje. Nuk duhet me jemi protestuese, duhet me jemi me veten. Çfarë zgjidhje zonja Spiropali? Çfarë zgjidhje? Po. Diskutimet vinë nga të gjithë, nuk jepen këtu aty për aty. E rëndësishme është që kuvendi i Shqipërisë të përdoret për të folur për njerëzit, për të folur për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, për të parë më shumë nga vetja, dhe se cila forcë politike dhe se cili ka në atë kuvend duhet bëj analizën e vetes përpara se të bëj analizën e kundërshtarit. Që keni premtuar.